për shkak të madhështisë që e ka qëndrimi në Arafat, kur të gjithë atje, pa dallim gjuhe, pa dallim ngjyre, pa dallim pozite, pa dallim pasurie, pa dallim autoriteti, të gjithë të veshur në ihram, në rroba të bardha, qëndrojnë të barabartë para Allahut te bareke ve taala. Dhe e dini çfarë pika apo çfarë ani të ditës e kanë? Në çdo kongres apo konferencë apo debat që organizohet, ka dikush që udhëheq, dihet numri i pjesëmarrësve, ftohen aty, edhe ata që ligjerojnë apo referuesit ftohen aty, edhe caktohet koha, caktohen edhe pikat e rënit të ditës. Për çudi, në Arafat, asnjë nuk është aty që ju udhëheq me thonë që kjo është udhëheci juaj. Të gjithë janë të barabartë. Të gjithë janë të njëjtë. Dhe këtu manifestohet ajo barazia e plot në mesin e muslimanëve. Këtu tregohet, manifestohet se si besimtarët muslimanë janë vëllezër, pa dallim prej anëve të botës që vinë, apo prej ngjyrave të trupit, apo prej gjuhëve, apo prej kulturave, apo mentaliteteve të ndryshme. Dhe të gjithë besimtarët muslimanë në Arafat e kanë një rand të ditës, ama nuk e kanë shkruar kërkon. As nuk ja tregon kërkush, po krejt e kanë mendjet e tyre. Çfarë qëllimi kanë, apo çfarë rani të ditës kanë ditën e Arafatit, e kanë vetëm një rand dite me kënaq Allahun te bareke ve taala. Krejt atje kanë dalë, i kanë njek edhe të brendshmet edhe krejt rrobat të pastër, sikur të pështjellën qefin kur e çon besimtarin botën tjetër, ata dalin atje vetëm një rand ditë e kanë me arrit kënaqësinë Allahut te bareke ve taala. Dhe Allahu Dhul Jalal, duke i parë robërit e tij madh dhe i vogël, e që tash gotë e sotit janë dikon 3-4 milion haxhiler që dalin atje rrafnaltën e Arafatit, edhe të gjithë e madhrojnë Allahun, se të cilin mënyrën e vetë, se të cilin mundohet sa më shumë me arrit kënaqësinë e Zotit, me adhurime ibadete të lloj-llojshme, dhe se cili mundohet me krye qëndrimin në Arafat duke qenë i falur prej Zotit, duke qenë të përkulur, duke qenë të përulur, duke qenë të përgjëruar, duke qenë të nështruar, të dorëzuar para Allahu Teala. Allahu kënaqet kur i shef, edhe ashtu që i takon madhrisë e tij, Allahu i madhruar zbret mbi qiellin e dynjas, i kënaqur me haxhilerët në Arafat, dhe i thret melaiket, i thret engjëjt, dhe ju thot: ja melaiketi, unzuru li ibadi, o melaiket e mia, o engjëjt e mi, shikani robërit e mi. Cilët? Ata që janë në rrafshnaltën e Arafatit. Shikani robërit e mi, kanë ardhur prej vendeve të largëta, të plohnosur, të lodhur, të raskapitur, nën temperaturat nalta, nën diellin e fortë që qëndron aty mbi kokat e haxhilerëve. Kanë ardhur vetëm me një qëllim, për me arrit kënaqësinë edhe faljen time. Dhe Allahu po thot: inni qad ghafartu lahum, ushhidukum inni qad ghafartu lahum. Po ju thot me lajkeve, po dëshmoj para juve, dhe pse Allahu s'ka nevojë me dëshmue. Po ju thot me lajkeve, po dëshmoj para juve se une këta i kom fal krejt, këtu që janë në rrafshnaltën e Arafatit. Mirë po janë me lajket, disa me lajke janë që na përcjellin edhe i shkruajnë veprat tona të mirat edhe të këqijat. Edhe e shohin se në mesin e haxhilerëve ka dhe të atill që kanë bërë gjunahe, dhe i thonë: ja Rab, o Zot, inna fihim fulanan murahaqa wa fulanan wa fulana. O Zot, në mesin e tyre është filani që ka bërë gjunahe, edhe filani që kanë bërë gjunahe, kanë bërë gjunahe këgja shumë bile. Çka ju thot Allahu? Inni qad ghafartu lahum, unë tash i kom fal krejt. S'ka më tash me diskutu hiç. Krejt jam të falë. Kjo është madhështia vllazën e haxhit. Dhe mas Arafatit,
se kulminacioni i haxhit është qëndrimi në Arafat. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el hajju Arafa. Haxhi është Arafat. Haxhi është qëndrimi në Arafat. Mas aty të fillon krejt një etap, fillon krejt një epok e re e jetës. Haxhiler tash janë ma sikur atë ditë kur i ka lind nana të pastër nga gjënahet.